I fitoi zgjedhjet parlamentare kundrejt tre oponentëve partijak, siç janë PDK, LDK dhe AK, dhe mesazhi kryesor I Kurtit pas ndaljes së tij publike përballë gazetarëve, deklarata e tij ishte kjo. Në kuvendin e legjislaturës së 10 po na pret plani I rritjes Bashkimit Evropian në vlerë prej 880 milion euro, prej të cilave parafërsisht 2/3 janë kredi ndërkaq 1/3 grantë, dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë prej 120 milion euro, pra mbi 1 miliard euro gjithsej. Ftoj nga tash partitë opozitare për bashkëpunim në kuvend për marrëveshjet ndërkombëtare, për ligjet e mira që do t'i procedojmë dhe për interesin publik të qytetarëve të Republikës. Por çfarë ndodhi me LDK-n, ku kryetari I saj, Lumir Abdigjiku, paralajmëroi një dorëheqje të mundshme. Ja çfarë thot Abdigjiku. LDK ka nevojë për unitet, për reflektim të thellë dhe një fazë të re, të sinqertë brenda vetës. Ka nevojë të dëgjojë më shumë, të hapet më shumë, të rinovohet më shumë e më guzim shumë. Për këtë arsye, duke marrë përgjegjësinë që më takon, si kryetar do të thrasë menjëherë kuvendin e lidhjes demokratike të Kosovës dhe para tij do të shpalosi e shfrytojmë të gjitha çështjet përfshirë dhe përgjegjësinë time që mbaj unë si kryetar I kësaj shtëpie të demokracisë. Creator Betty Badgerme.